Vjosa Osmani nuk kam për shka më majtë men. Vetëm për fyrje, për shantazhe, për nënçmime, për poshtërsime. Me qenë presidente normale, një vendi normal, ajo kështë vonë dorëheqje. Me skandalet e saj pa numërta. Fëmin i ka tërheq në shkollës publike me pretekstin që fëmija mi po dëgjojnë aromën e WC-ve. E fëmija tjerë që dëgjojnë aromën e WC-ve në shkollat tona publike, kush është përgjegjës për shkollat publike? Është shteti. Ajo është e para e shtetit. Një vend ndërkombëtar nuk ka pas president që i ka pas dyrt më të hapura se... Po, dyrt e hapura i ka pas edhe presidenti Azorfit, aty fete Jajoga. Po... Këto janë figura politike pa peshë. Këto, kur farë peshë politike nuk ka as aty fete Jajoga, as Vjosa Osmanin edhe një mandat si president. Po, ajo se ka meritu as këtë mandat. Nuk e ka meritu as këtë mandat, është turpi i Kosovës me qenë ajo presidente. Nuk e meriton këtë pozitë. Është fatkeqësi kombëtare me qenë ajo presidente e Kosovës. Servile e qeverisë, pateric e pushtetit. Do të thonë, ajo funksionon në kohë, çka i konvenon qeverisë. Para mëndon shumë vite ajo në për komunikatat e saj, madje në përtubime për dëshmuar e sanë se ka përdor as termin që ke. Se kanë aversion këta ultrapacifizmi ndaj ushtrisë shërimtare të Kosovës. Edhe tash fillon serviluesit në për disa tubime dëshmuar e sanë që tenton ose mendon që mos jetë në kombinim dikun, për president dhe thot t'i mashtroj disa element partive dole nga lufta që të rrimë mu parlament aty t'ja bujnë korumin. Mos flasim për skandalet e burrit saj, skandalet e panumërta.